Miq të dashur të televizionit Alsat, jemi së bashku me gjurmët për të përfunduar javën si edhe çdo javë tjetër, ndërkaq sot do të fokusohemi tek një temë që ka bërë shumë bujë këtu në vendin tonë. Një ndër ngjarjet më të komentuara dhe më të rëndësishme që kemi pasur deri më tani, do të flasim për protestën e studentëve për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Një protestë që nisi si një revolt ndaj një problemi konkret, por shumë shpejt u kthye në një simbol të pakënaqësisë, lodhjes dhe kërkesës për më shumë drejtësi dhe dëgjim të studentëve. Pamjet e studentëve në protestë, zërat e tyre dhe mesazhet që përcollën nuk u dëgjuan vetëm brenda auditoreve të universiteteve dhe rrugëve të Shkupit, ato morën vëmendjen edhe nga Kosova, Shqipëria dhe anë mban bota kudo që neve kemi shqiptar. Andaj sot neve do të flasim shumë për këtë protestë që ngjallin në vetë diskutim, dialog, debat dhe shumë kritika njëherazi. Për të diskutuar kemi të ftuar studenten Bushra Bushi. Mirë se erdhën Alsat. Faleminderit për ftesën, Lisa. Përshëndetje. Shumë kënaqësi të kemi sot Bushra, do diskutojmë, ti isha aty në front në vit të parë, edhe në protestën e parë edhe në protestën e dytë, andaj do të kemi shumë kënaqësi që të dëgjojmë pikërisht nga ti për të gjithë atë që ka ndodhur prej të organizimit deri tek reagimet që keni marrë jashtë. Para se të nisim me diskutimin ton, do të kërkoj nga regjia një material të përgatitur nga redaksia e televizionit Alsat, pikërisht në ditën e protestës dhe më pas rikthehemi përsëri në studio. Mira studentë u mbulodhën për herë të dytë për të protestuar para Ministrisë së Drejtësisë, duke kërkuar që provimin e jurisprudencës ta japin edhe në gjuhën shqipe. Pikënisja ishte pranë urës së Gurit dhe përfundoi para Ministrisë së Drejtësisë. I bën thirrje ministrit Igor Filkov që të zbatoj ligjin, pasi siç thanë, ligji u lejon provimin edhe në shqip. Studentët i u bën thirrje të gjitha institucioneve që ta respektojnë gjuhën shqipe dhe t'i trajtojnë të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë. Kjo nuk është privilegj, kjo është e drejtë kushtetuese i këtij vendi, e drejtë e fituar në marrëveshjen e orit, e drejtë që nuk varet nga honori një ministri apo një politike të një partie, apo një deputimi një komisioni. Kjo është e drejtë që lutë në dhe sepse ne kemi qenë këtu dhe fëqarë të jemi këtu. Ministër, je ullu në koltukun e popullit, paguesh me gjersën e prindërve tonë, vendos për fatin tonë, mos e merr atë karike për të mirëqenë. Shqiptarët kanë kaluar kohë edhe me të vështira, kanë kaluar kohë me dhunë, me poshtërime, me mohime, por gjuha shqipe as nuk është dukur e as nuk do shduke. Kjo nuk është vetëm çështje akademike, kjo është çështje digniteti, çështje barazie, çështje respektimit të qytetarëve të këtij vendi. Ne besojmë në një shtet të barabartë për të gjithë. Besojmë në një shoqëri ku askush nuk ngjehet qytetar i dorës së dytë. Në mbështetje të studentëve erdhën edhe studentët nga Kosova e Shqipëria. Protesta filloi me një orë vonesë pasi u pritën edhe protestues nga vendet e tjera. Kjo është hera e dytë që studentët shqiptar protestojnë para Ministrisë së Drejtësisë. Protesta e parë u mbajt më 6 prill. Studentët thanë se nuk heqin dorë nga protestat për aq kohë sa nuk përmbushet kërkesa e tyre. U rikthyem përsëri në studio, pasi rikthyem të gjitha ato emocionet që i përjetuan studentët pikërisht në atë ditë, ku u mblodhen qindra mijëra prej tyre në shenjë revolte për të bërë një ndryshim më të madh. Bushra, pas protestës së fundit, për shkak se ishe prezente edhe në protestën e parë, a mendon se tashmë diçka realisht do të ndryshon? Shiko Lisa, me thënë të drejtën, nga fillimi kur e kemi filluar këtë iniciativë, kemi pritur që të ketë një realizim. Pasi kemi marrë një iniciativë të madhe, mendoj. Por realisht, me thënë drejtën, jemi duke pritur për momentin, se çka do të bëhet, por dua të them diçka që ne studentët nuk do ndalemi derisa të realizohet kjo e drejtë që neve na garanton ligji dhe kushtetuta. Pa diskutim, mendoj për të arritur rezultate të tilla duhet një forcë më e madhe dhe një bashkëveprim më i madh me studentëve. Kemi pasur as shumë mbështetje, domethënë Lisa, saqë nuk na ka marrë mendja që do të kemi as shumë, vetë se protestën e parë nuk e kanë ditur njerëzit se çfarë po bëhet. Derisa është përhapur nga rrjetet sociale, pastaj më e kuptuan mirë se çfarë po ndodh realisht dhe vërtet kemi pasur në protestën e ditë mbështetje masive, domethënë aq të madhe nga studentët, jo vetëm të drejtimit juridik, domethënë, por edhe nga djegët e tjera. Kemi pasur nga qytetarët, nga
ftyra publike kemi pasur, gjithashtu kemi pasur mbështetje të madhe, do me thonë edhe nga Shqipëria dhe Kosova. Faleminderit shumë, po. I falenderoj jashtëmase që nuk na kanë lënë vetë në ato momente. Pavarësisht se protesta ju nisi një orë me vonesë, për shkak se ishte duke pritur studentët që të mbrin, megjithatë, ja arritët qëllimin, mblodhët të gjitha trevat shqiptare në një vend dhe protestuat për të drejtat tuaja. Shiko, vërtet se kemi pritur gjatë të studentët e Shqipërisë, pasi ata i kanë dalur në pikën kufitare, rreth 1 orë e pak minuta. Dhe prandaj ato nuk kanë mundur as të pinë dhe të hanë, si kur kanë thënë në raport në rrjetet sociale. Pastaj i kanë dërguar në Kumanov, në drejtim të Kumanovës, dhe ata nuk kanë mundur të jenë prezent. Pasi u ka kryer, do me thënë, protesta, ato i kanë lëshuar që të vinë. Interesant. Ne kemi pritur tek ambasada e Shqipërisë kur erdhën, ne shkuam t'i vizitonin. Vërtet ishin lodhur dhe na vjen keq, por ne nuk kemi faj si student. Sigurisht juve nuk e keni në dorat pjesë. Megjithatë, të tilla gjëra kemi parë të ndodhin vazhdimisht në vendin tonë, andaj nuk janë edhe shumë të papranishme, sidomos në të tilla protesta. Është për të ardhur keq që kanë marrë mundin, kanë bërë rrugën për të ardhur deri këtu për të protestuar dhe për t'ju bashkangjitur kauzës tuaj, por uroj që radhave të tjera t'ju lejohet e gjithë ky bashkim. Atëherë, para se të ta bëj një pyetje shumë të rëndësishme, unë dua të ndjekim fillimisht edhe një material tjetër, më pas do të rikthehemi në studio për të diskutuar pjesën e reagimit pasi që ndodhi protesta nga ana institucioneve tona. Ndjekim materialin e vjen. Një ditë pasi mijëra student protestuan para objektit të Ministrisë së Drejtësisë me kërkesën për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ministri Igor Filkov nëpërmjet një komunikate thekson se protesta ishte dhunshme, ndërsa porosit studentët që gjuha maqedonase nuk është pengesë, por obligim. E drejta e protestës është demokratike, por askush nuk ka të drejtë nëpërmjet protestave të dhunshme të kërkojë shkatrimin e kritereve dhe standardeve në gjyqësor. Ministria e Drejtësisë mbetet e hapur për dialog të argumentuar institucional, por nuk do të lejojë devalvim të sistemit juridik, as varrosje të rolit të gjuhës maqedonase, si shtyllë e shtetësisë dhe rendit institucional. Gjuha maqedonase nuk është pengesë, ajo është obliguese, vlerë kushtetuese dhe garanci për funksionimin e shtetit. Filkov, i cili vazhdimisht ka refuzuar kërkesat e studentëve, thekson që është e patolerueshme që çështja e provimit të jurisprudencës të shfrytëzohet për pikë politike dhe krijim të tensioneve ndëretnike. Reagim ky që erdhi vetëm një ditë pas protestës, ndërkaq Bushra, çfarë ju zhgënjeu juve si student nga reagimi i institucioneve tona? Vërtet, mua personalisht më ka zhgënjur fakti se çojnë këtë pikë, do të thënë kauzë në një pikë kaq të largët, këtë kërkesën tonë. Nuk e kuptoj pse ka nevojë të shtjellohet kaq shumë. Shkruan në ligj dhe është e garantuar në kushtetutë, thjesht zbatojeni atë. Ne nuk kërkojmë diçka më tepër. Ne nuk kemi kundër maqedonëve asgjë nga pala maqedonëve, as nga gjuha maqedonase. Ne jemi, do me thënë, shtet multietnik. Dhe pse ti bëjmë këto dallime, jemi, do me thënë, në shekullin 21 afër, kështu që... Në rast se do të ishte ana tjetër e medaljes, mendon që studentët shqiptarë ndoshta do të përkrahnin palën maqedonase nëse do të kishin probleme të tilla me provimet apo me ligje? Ne ti mbështesim ata? Po. Shiko, po. Për të qenë një shtet evropian, duhet. Kjo duhet mbështetje ndërsjellë, pa diskutim. A kanë studentët sot më shumë guxim të reagojnë se sa më përpara? Për shkak se të tilla problematika kanë qenë të pranishme prej kohëve të largta, sidomos në vendin tonë kemi pas tensione, probleme, si në sistemin arsimor, si në pjesë të tjera të shoqërisë. A kemi sot më shumë guxim si rini? Studentët shqiptar kanë pasur gjithmonë guxim dhe do kenë guxim. Gjithmonë kur bëhet fjalë për gjuhën anëtare, ne marrim atë guximin vetë. Ashtu na vjen vetvëtiu dhe mendoj që gjithmonë do kemi guxim për të kërkuar të drejtat tona të cilat na takojnë. Sigurisht janë të drejta këto që janë të përcaktuara në fund të ditës me kushtetutë dhe ajo që kërkojnë juve është thjesht zbatimi i tyre. Tani Bushra, çfarë ndodhi prapa kamerave, prapa kuintave të them, gjatë organizimit të protestës, ndoshta një pjesë që neve nga jashtë nuk e kemi parë? Lisa, më beso se gjithë shka keni parë. Gjithë shka që kemi bërë, i kemi të reguar publikot, nuk kemi bërë asgjë jashtë aksaj. Gjithë shka, do me thënë, gjithdo punim, gjithdo organizim, gjithdo mbledhje që kemi pasur, gjithmonë i kemi informuar publikun me, do me thënë, me postime në Facebook.
Vetëm lodhje nuk e kemi parë prej aferat që e keni përjetuar për gjatë takimeve Vërtet ka tuaja. pasur lodhje, por më shumë besoj ka pasur me Vlani Joni, këto iniciator të nismës, por mendoj që do ja vlen, në fund. A pati momente kur mendoni ta ndërprenit këtë si iniciativë, për shkak se është e vështirë që t'i mbash të gjalla të tilla revolta që mund të jenë momentale, po që nuk kanë shumë jetëgjatësi zakonisht? Asnjëherë, nuk e kemi menduar që të heqim dorë nga kjo iniciativë dhe nuk mendoj që do heqim dorë, pasi kjo është e drejta themelore e jona dhe mendoj që gjuha shqipe duhet të jetë dhe është do me thonë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe ne kemi dalur në protestë që të protestojmë për zbatimin e saj në të gjithë institucionet, të flitet edhe gjuha maqedonase, njëkohësisht të flitet edhe gjuha shqipe. Kush ju mbështeti më së shumti gjatë kësaj proteste, gjatë të gjitha organizimeve që keni bërë për të arritur nga pika A deri në pikën B? Vërtet mbështetjet kanë qenë të mëdha, vetë keni parë edhe nga protesta që thash kanë qenë studentë, do me thënë të gjithave degët, kanë qenë Kosova dhe Shqipëria, dhe kjo na ka dhënë neve më shumë forcë dhe motiv për të vazhduar përpara. Dhe nuk mendoj që do ndalemi derisa ta fitojmë atë të drejtë themelore. Në mënyrë demokratike normalisht dhe pacore. Me që jemi këtu, ka pasur tentativa për t'ju heshtur, ndoshta për t'ju shkaktuar presion, për t'ja ndërprer këtë rrugtim, pasi që edhe vetëm e pam paraprakisht në materialin që pa më herët, nga reagimi i institucioneve tona u vrejt që kjo protestu cilësua si e dhunshme. Po Lisa, tani iniciativat ekzistojnë, gjithë kënë. Por ne nuk ndëgjojmë. Unë seriozisht për vetë as nuk i ndëgjoj këto kur flasim, pasi mendoj që ne do e arrim atë. Nuk jemi kundër Maqedonave, si thash pak më parë, asë nga kundër gjuhës tyne, se ndëgjova që zotëri Filkov ka thënë që gjuha është zyrtare, gjuha maqedonase, ne e dim që është zyrtare gjuha maqedonase, por dëshirojmë që edhe gjuha jonë të jetë zyrtare, pasi shkrua në kushtetut dhe në ligj dhe vetëm duam zbatimin e tyre. Dhe mendoj që kjo e drejt na takon neve si student, ta kërkojmë dhe pse jo dhe të na bëhet. Sidomos kur ka edhe një logjikë edhe më të madhe, kur ke studiuar edhe ke punuar vazhdimisht ndër vite në një degë dhe më pas... Po nuk është problem vetëm provimi jurisprudencës që është në gjuhën maqedone, do me thënë ka edhe provime tjera të degave tjera, si për shembull i arkitekturës, se tjetër nuk më kujtohet momentalisht, por e di që është ai. Po ka vërtet të tjera. Provimet në fakt të duhet një lloj licencimi, se mos të filloj të përdoret në gjithë institucionet. Po, do t'ishte besoj e duhur, a përderisa e kete lejuar të studiosh deri në doktoratur, master, provimet të tëra në gjuhën shqipe, më pas edhe terminologjia besoj në drejtimin e drejtësisë të varion shumë kur je duke studiuar në shqipe dhe në gjuhën maqedonase, është pak e vështirë. Çfarë prisni të ndodhte pas protestës? Këtu flasë edhe për protestën e parë, tani vazhdojmë edhe të protesta e dytë. Çfarë prisni të ndodhte dhe çfarë ndodhi realisht? Ne, do me thamë, kur e kemi filluar këtë iniciativë, kemi pritur që të realizohet kjo e drejtë. Protestën e parë nuk e pritëm aq mirë, pasi, do me thamë, patë student shumë, por... Kishte një numër të konsiderueshëm. Po, tepër, jashtë mase, po patë edhe disa keqkuptime nga anët politike, por besoni, Lisa, se kjo çështje është studentare dhe është e pastër sa pika e lotit dhe nuk dua dhe nuk do lejoj askënd që këtë çështje ta politizon. Këtu dhe ishta edhe unë të dalë se fatkeqësisht të tilla iniciativa herdo kur do politizojnë dhe krijojnë një lloj ndasie midis studentëve dhe shoqërisë në përgjithësi. A mendoni se pikërisht kjo protest ka bashkuar studentët apo ka krijuar një lloj përçarje ndoshta mes tyre? Protestën e parë mendoj pak nisën këto dyshimet, por më tani e kam parë se vërtet ekziston ky problem në këtë shtet dhe nuk ka më problem. Besoj e kanë kuptuar gjithë, edhe studentët tani janë më të bashkuar se kur më parë. Pa dallim, partitë politike pa apo... Pa dallim. Kauza është e përbashkët pa diskutim. Çfarë mësimi more personalisht nga kjo eksperiencë, Bushra? Unë personalisht mora një eksperiencë të bukur, me thënë drejtën, dhe një eksperiencë e cilët nuk do heq dorë, sidomos nga gjuha anëtare, që na kanë lënë amanet të parët tanë, që të vazhdojmë ta kërkojmë këtë drejtë dhe gjithmonë të jemi të vetëdijshëm për gjërat që bëjmë dhe mos të jemi nacista. Mesazh i bukur, ky shumë mesazh i bukur. A ke parë energji të madhe tek studentët për të vazhduar edhe me reagime dhe protestat të tjera, apo të pyes më mirë, cilat janë planet e ardhshme
për nëse kjo proteste juaj nuk do dëgjohet nga institucionet tona, çka më pas? Njëherë presim lajme, mendoj që do bëhet, po në qoftë se jo, unë thash edhe në fillim që ne nuk do ndalemi duke kërkuar të drejtën tonë, nëse nuk do bëhet, ne do vazhdojmë me protestat e radhës. A friksojeni se ndoshta do të shkaktohet një lloj lodhje dhe dëshpërimi tek studentët? Mendoj se tani vetëm energjia është duke ushtuar dhe interesi është duke ushtuar. Nuk mendoj që do na heqet kjo energji nga ne. Domethënë mund të presim edhe organizime më të mëdha edhe forma më të tjera Po, të mendoj që reagimit. organizimet e tjera do jenë edhe më madhështore, me numër më të madh, më masive do të jetë protestat e radhës. Gjithashtu tani kemi një protestë dua ta cek në Shqipëri që do mbahet me 26 maj në ora 17 në Tiranë. E kujt ishte e gjithë kjo ide për të realizuar një protestë e tillë edhe atje? Ku do të realizohet? Sa veta planifikoni të keni të pranishëm? Nuk e di sa veta do jemi, po mendoj që do shkojmë gjithë. E kanë organizuar studentët e Shqipërisë, i falenderoj shumë ata. Do marshojmë prej tek sheshi Skënderbeut, atje ku është në Tiranë, drejt ambasadës së Maqedonisë. Shumë e bukur kjo, një lloj aktiviteti simbolik nga ana e tyre për Na të kanë ndihmuar treguar shumë, solidaritet ndaj jush, sigurisht. Sa e vështirë është të mbani gjallë këtë kauzë dhe pas protestës së parë, pas protestës së dytë? Mendoj nevojitet i njëjti rritë me njëjta dinamikë në vete. Shiko, vërtet është e vështirë pak të mbash këtë dinamikën, por mendoj që kur bëhet fjalë për gjuhën anëtare tonë, ne si shqiptar jemi të ndjeshëm dhe gjithmonë përsëri luftojmë për atë që ta kemi dhe nuk mendoj që do lodhemi ose do kemi probleme të tilla. Edhe sa do që e vështirë të është, ne mendojmë që do arrijmë, kemi shpresa shumë të mëdha. E përmenda edhe më herët që në hyrjen time bashkë në fillim, protesta sado që kanë gjallur debat pozitiv, në anën tjetër ka pasur edhe kritika shumë të ashpra nga shoqëria jonë. Për shkak se njerëzit janë interesant këtu në vendin tonë edhe sa shohin anët pozitive, mund të shohin edhe anët negative dhe të kapen për diçka. Çka ju nervozon më së shumti juve si student kur dëgjoni këto komente negative që i kemi shpesh të pranishme nga ana e qytetarëve tanë? Neve realisht Lisa nuk na nervozon asgjë. Çdo njeri e ka mendimin e vet. Ne kemi treguar që kjo protestë është pasore dhe do e bëjmë në mënyrë demokratike dhe dy protestat që i kemi mbajtur vërtet kanë qenë tepër pasore, nuk ka pasur asnjë incident nga ana jonë dhe komentet neve nuk na pengojnë, vetëm dua të kuptojnë që kjo çështje është studentore, kjo kauzë është e paqët dhe do fillojmë të protestojmë deri domethënë realizimin e këtyre kërkesave tona që i kemi bërë. Megjithatë, një incident i vogël ndodhi në protestën e fundit. Po. Cili ishte reagimi i studentëve kur pa një ngjarje të tillë të ndodhë dhe sa shpejt arritët ta zgjidhnit si çështje? Shiko, sipas informatave që i kam, nga pala maqedonase ka pasur ngacmim. Pastaj kanë vepruar shqiptarët tonët, por nuk mendoj që janë friksuar dhe që të ndalojnë që mos të vinë më protestat e radhës, por do vinë. Pasi këto incidente ndodhin, por nuk ka qenë nga ana jonë, ka qenë nga ana tyre se ato na kanë provokuar ne. Megjithatë është vështirë që në një numër kaq të madh studentësh dhe qytetarësh që janë ngritur për këtë kauzë të mbash edhe një lloj qetësie në të gjithë turmën. Dua të di sa ke parë që studentët të kenë frikë, ndoshta nga pasojat e reagimit publik, nga komentet negative që mund t'i marrin. A ju ka ndikuar sado kudo kjo pjesë? Me të drejtën jo. Nuk na ka penguar. Nuk kemi fare frikë nga reagimet publike që i marrin. Edhe kjo është shumë e bukur. Interesante, se zakonisht neve si shoqëri, sidomos në Maqedoni, jemi më të stepur edhe jemi më të kujdesshëm edhe mendoj që tani rinia ka sjellur atë ndryshimin, atë frymën ndryshe. Shumë e bukur kjo Bushra. Ku e shihni lëvizjen studentore, të them pas një viti, po ndoshta edhe më gjatë? Pas një viti e shoh duke dhënë studentët tanë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, jo vetëm studentët e juridikut, por edhe të gjithë degat tjera. Gjuha shqipe në çdo institucion. A mendon se gjithë kjo kauzë që u shpërnda dhe mori hovë të madh që i ndihmoi besoj kauzës nga rrjetet sociale, e ka dëmtuar apo e ka ndihmuar më shumë? Rrjetet sociale? Unë mendoj që ka ndikuar pozitivisht tek ne, pasi në protestën e parë nuk e dinin mirë se për çka është duke u bërë protesta e parë.
Pastaj nga rrjetet sociale, u mbushë domethënë TikToku, Facebooku dhe kuptuan se vërtet ka një interesim, e pam që erdhi një interesim i madh, vërtet e pam që është një problem këtu tek ne. Dhe morën vesh domethënë e tërë bota se çfarë është problemi dhe për atë e kemi pasur edhe gjithatë mbështetje në protestën e dytë. Mendoj që protestën e tretë, katërt ose shpresoj mos të bëjmë, por nëse bëjmë, shpresoj që të arrini qëllimin përpara se të duhen. Nëse e bëjmë, mendoj që do kemi një përkraje ende më të madhe. Ka bërë shumë buje, tash edhe në fillim, ka bërë shumë buja në mban dhe është në dorën tuaj të mbani të gjallë këtë kauzë, megjithatë këto pjesa e rrjeteve sociale kanë ndihmuar shumë në shpërndarjen e kauzës tuaj. A do të ndikojë kjo protestë tek fakultetet tjera? E përmendja edhe më herët që kjo është shpresa juaj, por duhet diçka më të gjerë nga ti. Shiko, kjo thash edhe në fillim që nuk është problemi vetëm provimi i jurisprudencës, kemi domethënë edhe tjera probleme të cilat nuk ipen domethënë në të njëjtën gjuhë që kryjnë fakultetin. Dhe mendoj tani nuk është bërë vetëm problem vetëm provimi i jurisprudencës dhe vetëm provimet, por është bërë domethënë problem gjuha jon zyrtare. Dhe kur është bërë problem gjuha jon zyrtare, atëherë është një problem mendoj më i madh kyç këtu. Çfarë frike kanë sot studentët që nuk e thon publikisht? Bushra, ti ke kontakt të vazhdueshëm, besoj, si me kolegët, si me të gjithë studentët që aktualisht janë në ciklin e studimeve? Shiko, deri më tani nuk kam dëgjuar që kanë ndonjë frikë publike ato. Dhe nuk mendoj që nuk kemi pse të kemi frikë publike, nuk kemi duke dalë të kërkojmë diçka të turpshme, por vetëm diçka që na takon. Dhe pse të kemi frikë nga reagimet e publikut ose nga këto gjëra? Nuk mendoj që do kemi frikë dhe nuk duhet të ndikohemi ne si student. Ne duhet të shikojmë udhën tonë, drejtën tonë dhe të arrijmë qëllimin ku e kemi synuar që në fillim të kësaj kauze. Çfarë do të konsideronit një fitore të realt për studentët? Kur gjuha shqipe do fritet në gjithë institucionet dhe do jetë e barabartë me gjuhën maqedonase. Ndërsa hapi i parë do të ishte ndoshta të realizohet kjo kërkesa juaj parsorë, të jetë po, normalisht provimi i jurisprudencës në pyetje. Na ekziston rreziku që studentët ndoshta të humbin besimin në protesta nëse zëri juaj eventualisht nuk do të dëgjohet, që do të jetë edhe realisht skenari më i keq? Unë mendoj kjo ende më shumë na nxit neve si shqiptar. Kur ato vazhdimisht thonë që nuk do na japin, ne vazhdimisht kërkojmë ende më shumë nga ata. Domethënë ke një vrojtje të vazhdueshëm për të arritur. Ajo vetëm neve na nxit më shumë dhe na jep energji më të madhe. Çfarë do t'i thonit studentëve të rinj që sapo kanë hyrë në fakultet dhe shohin botën e studimit në një dimenzion tjetër dhe i shohin të gjitha ato parregullësitë e vogla që i kemi nëpër institucionet tona? Fillimisht ju uroj sukses, shpresoj të kenë motivim për të vazhduar para, por mos të heqin dorë nga ëndrat e tyre, se mendoj gjithçka ka një qëllim për çdo gjë. Kështu që mendoj që vetëm sukses dhe mbarësi të kenë. A ka diçka që ndoshta publiku e ka keq kuptuar për protestën tuaj edhe të gjithë punën që keni bërë në organizim dhe tutje? Unë thash pak më parë që kjo çështje e përmena pak më parë që thash kjo çështje u ka ndryshoi pak një rrjedhim në protestën e parë, se tani më jo, që dëshironin ta politizonin çështjen, partitë politike, por këtu vërtet nuk ka dorë asnjë palë politike. Kjo është kauzë e pastër studentore. Dhe ne kemi filluar këtë me bindje që vërtet të bëhet gjuha shqipe zyrtare dhe të kemi gjuhën shqipe në çdo institucion dhe të jetë kjo e drejtë më jo vetëm në teori, po të vazhdojë edhe të zbatohet më. Tani do të pyes diçka si studente, më shumë se sa si aktiviste. A mendon se sistemi universitar ka nevojë për një reformë ndoshta më të thellë, se sa vetëm dhënia lejimi dhënies së provimeve në gjuhën tonë? A kemi nevojë për një ndryshim akoma më të hovshëm edhe një ndryshim akoma më të madh? Po, ndryshime normalisht neve na vijnë shumë si shqiptar, pasi vërtet në gjuhën tonë së pari nuk e kemi ashtu siç duhet, nuk na japin, por mendoj që do ja arrijmë gjitha një nga një. Por fillimi është fjala kyçe dhe ajo thelbi kryesor është njëherë ta fitojmë gjuhën zyrtare, pastaj do miremi me gjitha problemet tjera në vazhdim. Sigurisht. Pas gjithë kësaj, a keni ende besim se zëri i studentëve do të arrijë të dëgjohet? Mendoj që kur studentët sidomos bëhen bashkë, ose kur një grup shumë i madh i qytetarëve bëhen bashkë për të kërkuar diçka që realisht u takon, nuk ka pasur asnjë periudhë në histori që kjo nuk ka shkaktuar një ndryshim shumë të madh, që nuk ka shkaktuar diçka për të cilën është shënuar në histori. Unë mendoj që studentët janë vetë ndryshimi.
Gjithmonë kanë qenë dhe do jenë. Studentët janë ata që ndryshojnë gjithë këtë çështje, gjithë këtë problem dhe mendoj që ne do jemi ata. Një mesazh të fundit, Bushra, për të gjitha institucionet që ndoshta të ka mbetur një mesazh peng që nuk ke mund të tatuash publikisht edhe që dëshiron të mbetet vat në veshet atyre. Dua t'ju them që gjuha shqipe sa më parë të jetë e mundur të filloj në çdo institucion të zbatohet. Se do filloj me protesta tjera dhe nuk do të ndalemi ne si student, deri të na bëni. Ne jemi këmbgulës në këtë çështje, nuk do ndalemi, o shqip o s'ka. Derisa të arrini qëllimin tuaj, sigurisht. Ju faleminderit, Bushra, të falenderoj shumë për kohën që ndave të shpërndash të gjitha informacionet që ke marrë edhe nga bashkëorganizatorët e tjerë, por edhe nga vetë ajo që e ke ndjerë edhe ke përjetuar gjatë protestave që lam pas. Faleminderit për kohën. Ju faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, neve me kaq do ta përmbyllim këtë bisedë bukur që patëm së bashku me Bushrën, ku na tregoi më shumë se asnjëherë tjetër se zëri i studentëve është shumë i rëndësishëm dhe se studentët e kanë forcën që të bëjnë histori. Unë do t'ju lë juve me një material të përgatitur nga redaksia e televizionit Alsat, ku kemi marrë reagime të shumta nga figura publike, nga qytetarët e vendit ton që kanë reaguar me njëherë pas protestës, duke treguar kështu se zëri i studentëve pra ka arritur të depërtojë në zemrat e të gjithëve dhe ka shkaktuar një reagim shumë të madh. Këtu do ta përmbyll emisionin, ndërsa juve do t'ju lë me materialin në vijim bashkë. Mirupafshim. Reagime të shumta në rrjetet sociale për protestën e djeshme, e cila krahas pajtimit të përgjithshëm mes komunitetit shqiptar se studentët kanë të drejtë në kërkesën e tyre, kanë polarizuar shoqërinë në qëndrimet për përgjegjësinë e mosgjidhjes së çështjes. Duke shpërndar një video ku shihen deputetët e BDI-s, Gjezair Shaqiri, i njohur si komandant Hoxha, shkruan se studentët kanë të drejtë, por derisa lejojnë të përzihet politika, do të kenë probleme. Kërkesat e studentëve janë legjitime dhe është bare politikanëve, të cilët kanë qenë përgjegjës për cungimin e marrëveshjes së Ohrit dhe politikanëve të cilët janë në pushtet, pa ja anashkaluar faktin që këta të qeverisë e kanë shumë të vështirë të i reparojnë dëmet e shkaktuara nga politikanët e pushtetit të mëparshëm, jo më pak se 2 dekada. Ndërkohë Priam Ahmedi shkruan se në kohën kur ka organizuar protesta për Monstrën, policia e thershme i ka pritur me forca speciale. Në kohë kur organizoja protesta për gjuhën shqipe për rastet e montuara politike ndaj shqiptarëve nga regjimi i qeverisë BDI VMRO SDM, në Shkup na prisnin kordon policie, presione, etiketime e pengesa në çdo hap. Suat Saliu shkruan se protesta duhet mbështetur edhe nga BDI edhe nga Vlen. Vleni si pjesë e qeverisë duhet ta shohë këtë protestë si mundësi për ta forcuar pozitën e vet përballë partnerëve në qeveri. Duhet ta mbështesë protestën dhe t'i inkurajoj aktivistët e vet të jenë aty, krah studentëve, ashtu si bën herën e parë. Edhe opozita shqiptare e ka detyrë të jetë në mbështetje, masivisht. Këtë punë ka opozita, jo për të marrë protestën në dorë, por për ta shtuar presionin publik dhe për ta mbrojtur një kauzë që është mbi partitë. Publicisti Latif Mustafa kërkon që studentët të refuzojnë mbështetjen e politikanëve që çështjen nuk e zgjidhen. Protestonin ndaj atyre që dreqit ta haj edhe pas 4 dekadave nuk arritën ta rregullojnë një send shumë bazik si gjuha. Refuzoni çdo mbështetje nga kasta aktuale politike. Në të kundërtën, kot protestoni dhe pritni të jeni të manipuluar, performativ dhe ju duket cool me protestu kotësisht. Ndërkohë analisti Qenan Aliu kërkon që të mos etiketohet protesta. Protesta është një vegël shoqërore, një mënyrë për të ngritur zërin dhe për të kërkuar të drejtën. Si çdo vegël tjetër, ajo mund të përdoret mirë apo keq. Por që të gjykohet drejt, duhet kuptuar thelbi i saj, jo etiketa që i vendoset sipër. Reagime të shumta kishte edhe nga figura publike të Kosovës dhe Shqipërisë.